Ky është një shkrim i realizuar nga Envero Betli. Deri më 18 prill, duhet të caktohet mandatari i ri për krimin e qeverisë së serbe. Nëse pushteti nuk arrin ta gjejë një mandatar, atëherë vendi shkon në zgjedhje të reja. Këto zgjedhje opozita do t'i bojkotonte dhe protestat e prira nga studentët do të zgjeroheshin edhe më shumë. Sipas gazetës Danas, autokrati serb Aleksandar Vučić është duke shqyrtuar mundësinë që ta importojë një kandidat për kryeministër nga radhët e diasporës serbe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Danas, bëhet fjalë për Branko Milanović, Desko Nikotić dhe Ivan Trivunović nga iniciativa Pupin. Kjo organizatë merret me thellimin e raporteve mes SBA-s dhe Serbisë. Burimet e gazetës Danas thonë se Nikitović, një Amerikan i rritur në Chicago, kryetar ekzekutiv i East Point Metals, aktualisht ka shanset më të mëdha dhe mbështetet më tepër nga funksionarët e partisë së Vučićit. Ai ka lindur në vitin 1960 në Arilje, në jug-perëndim të Serbisë. Ka përfunduar fakultetin e drejtësisë në Beograd në vitin 1989. Aktivist, ka përkrahur demokratizimin e Serbisë përmes pjesëmarrjes në lëvizjen opozitare nga viti 87 deri në 90. Në vitin 1990, ai emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I dyti në listë, shkruan Danas, është Branko Milanović, një nga ekonomistët kryesorë në botë. Kohat e fundit ai ka marrë kritika në platformën X për shkak të kritikave ndaj protestave dhe për deklaratat e tij se asnjë qeveri nuk është aq e keqe sa të shkatërrojë një luftë civile. Për publikun në Serbi, i njohur është sidomos Ivan Trifunović, i cili u prezantua në forumin e biznesit në Kopaonik si një lider i dëshmuar në industrinë e shëndetësisë dhe farmaceutikës. Opozita serbe dhe një pjesë e protestuesve kërkojnë një qeveri kalimtare me ekspert e cila do të përgatiste zgjedhjet brenda një afati 9 deri në 12 major. Vučić është përbetuar se nuk do të lejojë një opsion të tillë.